Parë, u bëllo, hajtë se shim, hajtë se hina në mision, hajtë. Ja pra të dashur shikues, sikur se ju kam paralajmëruar, edhe sonte në emision I kam ftuar disa veteranë të luftës, 4 veteranë të luftës nga treva të ndryshme. Prandaj sonte të gjithë për gjithë do ta keni një pyetje, na tregoni diçka për eksperiencën tuaj gjatë luftës dhe më tutje. Për shembull, urdhëni ju mos jeni e vetëm. Faleminderit për ftesën mbi kësaj. Unë jam Nora prej Komaranit, unë edhe pse kam qenë në moshë shumë të vogël gjatë kohës luftës, po besoj që për vendin tonë kom dhënë bajagësi shumë. Do me thënë unë gjatë luftës, gjithve ushtarëve tonë, kryesisht komandanta, gjithve ja kom ngritë moralin. Sa bukur. Po ju? Po tash në qatë flasim për eksperiencat e luftës, si eksperiencat e luftës. Lufta është, vetë fjala luftë është e neveritshme, është e vështirë, pastaj ne kemi qenë çlirimtarë dhe ka qenë shumë e vështirë për neve sepse nuk kemi bërë luftën me dëshirë, megjithse besoj që asnjë popull në botë nuk bën luftra me dëshirë. Ne kemi qenë në mbrojtje të atë dheut, kemi bërë aq sa kemi mujt, jemi mundu maksimalisht se kemi kursyer jetën tonë, falë Zotit, falenderojmë Zotin që kemi pas fat edhe jemi sot gjallë këtu ku jemi edhe që po flasim tash këtu në emisionin e juaj. Eksperiencat nga më të ndryshmet kanë gjithë kolegë besoj edhe gjithë bashkëluftëtarët. Unë ndeshta me falenderu shtetin më në fund që ju kujtu për këtë komunitet të ish luftëtarëve që sa do pak të në nderoj me një epitet si veteran të luftës edhe me një pagesë sa do të vogël. Unë për veti jam veteran I luftës edhe falenderoj gjithë ata që ma kanë dhënë këtë mundësi ta kem këtë tiket. Na rrëfeni pak për luftën, edhe ju si veteran, çka keni përjetu edhe sa jeni të kënaqur në ligjin, I cili është aprovu tani? Qa me thonë, e këzoj epiteti o shumë I mirë kjo si. Edhe mi unë da, diçka kam ju nda shumë sene sonte bashkë me ju, me që jemi në televizionin tuj, që ju falenderoj për ftesën fillimisht që Faleminderit. Ka rarë me na thirë kështu laramanishëm të quj, apëtën se kem, po thuj se, e vërtet, unë si përkas asnjë zonës, unë realisht jam I Kosovës, jam kohën atë kohë, alo, vazhdoj me qenë I Kosovë, po edhe, në fakt unë jam kohën, edhe ashtu jam gjytë ushtari struj, si vetima jam kohën, ku ka pas nevojën jam kohën vitë partë fronit, apëtën, ka kërtitune, I ka kohën masi me njerë, që të I kohën ma të shumë jam I lumtur që kanë arritë plot burrat këtij shteti me kriju më në fund me bo, neve me na pagu, po me na dyqysh një pagesë interesante kjo, për shembull jam invalid I luftës, apëtën. Edhe këto se ku marr si epitet. E marr vesh si veteran I luftës, kjo s'është fair për dresi, apëtën. Duhet dyat me dhon, pse mos me pas dyat. Ndoshta me kohën rregullohet edhe ligji. Rregull kur I kanë I asaj pune, ato është mirë, rap mi kryt e dyat burr me na gëzu neve, se ka njerëz për shembull që kanë up familje, si puna jeme, kam generale kam dajën e kështu me radhë, atë na kemi kontribu shumë për luftën, atë. Të pyesim edhe zotriun I cili vjen, na thuani nga vini dhe Unë fillimisht ju përgëzoj për emisionin. Gjithë kam pas dëshirë me kam edhe po që lufta në ndajti. Moderator si kur jo, po ta fjallin, po I respektoj. Pas një investu mjaft mirë. Po mduket se sonte I vetmi I tepërt edhe I paqëllum të kjo mëne. Se në mesin e veteranve, unë nuk jam veteran. Si nuk je veteran, s'ka lidhje. Po ja që unë edhe pse kam luftu, edhe pse jam falni, se ndoshta është pak. Unë e marrë to pak edhe me të keshun, se në fundit më ka ndodhë. E kom hub dorën në luftën e fundit. Po për dallim prej kësaj zonjës edhe këtyne 2 zonjushave, unë nuk kam marrë statusin, s'ma kanë aprovu as veteranit e as të invalidit. Qysh ta kanë aprovu? Po që pikrisht për shkak se vendin tem edhe shumë shokëve të mi që I kanë të humbën krejt, e kanë zënë ky që ka generalin Dajok, ky tjetri cilin e kom pa kur isha në shërim në Stuttgart,
Tim ke harru po në fytyrat i maj me në mirë. E sa i përket kësaj zonjushës, vërtet po besoj që sot ja mban moralin lartë komandantave. Unë Kur nuk qysh atëherë. Une për dallim prej këtyne veteranëve nuk jam veteran. Asë du t'jem veteran si kur këta. Unë jam invalid. Asë unë nuk i harroj, edhe unë e maj mirë men që kam qenë në Stuttgart edhe në Leipzig. Po unë kam qenë në mision. Edhe për shërim edhe jam këty prapë. Kurse ti si këty edhe kurse di ku e ki hup dorën. Dora jam dihet, e din brigada jam ku e kom hup. Falni, po nuk është nivel jam i këta janë veteran, s'moj me qenë me ta. Ju lutem. Falë. Ja, pra, të da shqipus që pasë një